Nëse hyni në një spital, shkollë apo objekt publik në Kosovë, kamerat e sigurisë nuk janë më diçka e pazakontë. Por çfarë ndodh kur këto kamera nuk regjistrojnë vetëm figurën? Një hulumtim i Radios Evropa e Lirë ka zbuluar se disa institucione publike në Kosovë kanë blerë ose kanë kërkuar të blejnë kamera me funksione të incizimit të zërit, njohjes së fytyrës dhe analizave inteligjente. Rasti u zbulua fillimisht në Spitalin e Përgjithshëm të Ferizajt në prill. Pas një ankese, Agjencia për Informim dhe Privatësi konstatoi se aty ishin vendosur kamera që incizojnë zërin dhe urdhëroi ndërprerjen e këtij lloji të mbikëqyrjes. Më vonë, sipas punonjësve të spitalit, kamerat e tilla janë hequr. Por Ferizaj nuk është rasti i vetëm. Analiza e dosjeve të të nderve tregon se edhe komuna e institucionet e tjera kanë kërkuar sisteme vëzhgimi me mikrofon, njohje fytyrash apo analiza inteligjente. Në vitin 2025, komuna e Drenasit bleu kamerat të sigurisë për 2 rrugë të kësaj komune, të cilat monitorohen nga policia. Në specifika u kërkua komunikimi dyanshëm me zë dhe madje kapacitetet e njohjes së fytyrës e aftësitë të tjera inteligjente. Komuna tha se kamerat e instaluara kanë kapacitete teknike për audio, por aktualisht përdoret vetëm regjistrimi i videos. Në një përgjigje për Radion Evropa e Lirë, ajo tha se kamerat kanë aftësi për të njohur targat e veturave, ndërsa nuk komentoi specifikat e tjera. Në Mitrovicën e Jugut, në Qershor u hap një tender i ri për kamerat të sigurisë në shkolla dhe qerdhe. Në dosjen e këtij tenderi, që është ende në fazë fillestare, u kërkuan kapacitete për njohje të fytyrës. Sërish, sipas komunës, këto specifika janë standarde për sistemet moderne të mbikëqyrjes. Përfshirja këtyre karakteristikave në specifika nuk nënkupton se institucioni ka pasur për qëllim ose planifikon të përdorë funksionin e njohjes së fytyrës. Por a lejohen këto teknologji? Sipas Agjencisë për Informim dhe Privatësi, vetëm në raste specifike. Të dy këto metoda apo funksionalitetet të pajisjeve që marrin qoftë biometri apo zërin, në parim janë të ndaluara. Pra, këto janë vetëm përjashtime dhe nuk janë rregulla. Prandaj të dyja përbëjnë shkelje të ligjit për mbrojtjen e të dhënave, në qoftë se këto bëhen pas bazën e qartë ligjore dhe pa marrë autorizimin nga Agjencia për Informim dhe Privatësi. Në anën tjetër, ekspertët e sigurisë kibernetike thonë se me përdorimin e këtyre teknologjive hollohet vija mes vëzhgimit dhe përgjimit dhe rreziku për keqpërdorim rritet. Në hapësirë kibernetike është një ligj sa më kompleks sistemi, qaq shanca është më e madhe për me qenë të sistemit cenushëm. Nëse ato institucione janë të i ble këto kamera me këto ekstra specifika, atëherë janë të e qunë ndam buxhetin publik. Pse me ble diçka që s'kena me përdorë. Ato e rrisin kostën, janë ma shtrejta, ma sofistikume, edhe njëjtën kohë janë sisteme ma komplekse, pse me e bo ambientin tonë Kosovë ma të cenushëm edhe ma të përgjushëm në fundit. Radio Evropa e Lirë identifikoi edhe disa tender të ngjashëm në disa institucione tjera, përfshirë Qendrën e Shëndetit Mendor në Pej, Qendrën Klinike Stomatologjike në Prishtinë, Komunën e Vushtrisë, atë të Junikut, Gjilanit e Rahovecit. Nga këto institucione vetëm Vushtria u përgjigj duke arsyetuar kërkesat me nevojën për siguri dhe duke siguruar se nuk ka qëllim të vëzhgimit të nxënësve gjatë procesit mësimor e as të pacientëve gjatë trajtimit mjekësor. Më shumë rreth kësaj teme lexoni në europaelir.org.